Georgi. Dhe kjo është mami Dor. Dhe ky është babi Dem. Dhe kucja Pepa. Kontrolli I syve. Pepa dhe George janë duke luajtur me ponin Pedro. Ata po kërcejnë në pelgjet me bajë. Pedro u rrëzua dhe I humbën syzet. Be, po ku janë syzet e mia? Pedro nuk mund të shohë shumë mirë pa syzet e tij. Georgi gjeti syzet e Pedros. Faleminderit. O Pedro, po ti, pse I mban syzet? I kam të nevojshme, kështu thot dhe babim që është okulist. Çfarë është kjo okulisti? Okulisti është ai që të kontrollon ty, nëse mund të shohësh qartë apo jo. Po si? Shikon brenda në kokën tënde? Jo, Pepa, ai të kontrollon syt. A do që të bësh një vizitë? Jo, ma bëj një kontroll të syve. Mirë. Interesante. Tani mbyllë njërin sy dhe më thuaj se çfarë shikon. Unë shikoj Georgjin. Tani mbyll edhe syrin tjetër. Tani nuk shikoj gjë fare. Tani nuk shikon ka asgjë. Kjo po që është interesante. Mendoj se ke nevojë për syze. Oh, vërtet? Po. Pedro, ikim në shtëpi. Mirupafshim, Pedro! Mirupafshim! Mami, unë kam nevojë për syze! Çfarë? Pedro më bëri një kontroll të syve dhe më tha, kam nevojë për syze. Jam e sigurt që sytë tua janë mirë. Jo, mami! Kur I mbyll ato dy sy, nuk shikoj asgjë fare. Por askush nuk mund të shohë gjë me sytë e mbyllur, Pepa. Oh! E si ishte puna për syzet, ë? Pedro, ai di gjithçka për syt. Babi ti është okulist. Mirë, Pepa, dakord. Le të shkojmë tek okulisti për të bërë një kontroll të saktë. Të shkojmë tani. George, po ti do të bësh një kontroll të syve? Jo. Pepa tani është tek okulisti. Zoti Poni është okulisti. Përshëndetje, Pepa. Të lutem ulu. Mirë, si mund të ndihmoj? Dua të më kontrolloni syt. Ju lutem. Sigurisht. Vendosi tani këto syze të veçanta dhe shiko këtë tabelën. Zoti Poni do të kontrolloj sytë e Pepas. A mund t'i lexosh këto shkronjat të lutem? Patjetër. A, B, C, D, E, F. Mirë. Tani këto numrat të lutem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shumë mirë. Tani këto ngjyrat të lutem. E kuqe, jeshile, portokalli, blu, e verdh lejla. Shkëlqyeshëm, ndërkohë që do të nxjerr përgjigjet, dëshiron që të zgjedhësh syzet? Po, të lutem. Si thua për këto këtu, Pepa? Janë shumë qizarati. E gjeta, si thua për këto të tjerat? Këto janë shumë të mëdha. Po këto këtu të pëlqejnë? Ua, këto më pëlqejnë shumë, mami. Po, Pepa, duke shkëlqyeshëm. Më duket vetja modele. Lajme të mira. Pepa e ka shikimin të përsosur. Pra, nuk më duen syze. Jo? Për mua më pëlqente shumë të vija syze. Mund të sugjeroj të mbash syze dielli. Po, dua syze dielli. Ja, urdhëro këto. Shkëlqyshëm. Shpresoj të jetë jashtë çdo ditë, që unë mos t'i heq asnjëherë syzet e diellit.